Këtu në këtë jetë në Kur'an shkruan o Zot më kthe edhe një herë që të bëj vepra të mira. Çka do të thonë kjo vepra të mira? Njeriu e para besimin. Vepra më e mirë e cila e shoqëron njeriu jetën është besimi. Në mungesë të besimit asnjë vepër s'është e rëndësishme më. Besimi kush edhe Netanyahu po thot besojnë Zot, po bën gjenocid. Na themi besim në Allahun e Madhreshëm, besim monoteist, besim të saktë, besim që beson se Kurani është fjalë e Zotit, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është vula e pejgamberëve, besim sipas konditave, sipas rregullave të fesë islame. Ky është besimi i saktë, i vërtetë, dhe argumentet fetare dhe logjika janë të shumta për këtë. Sepse në momentin që ai thotë unë besoj edhe bën gjenocid, do të bota i thotë ti po rrein, se po edhe do të hebrejt që nuk janë sionista. Edhe ata po i thonë ti po rrein, po të ishte besimtar i vërtet edhe pasues i sinqert i Teuratit, i Torës, ti nuk do vrishë gra dhe fëmijë. Edhe krishterët po i thonë që bëjnë protesta në mban botës, ti po rrein, nuk je besimtar, sikurse të kishe qenë besimtar, s'kishe vrarë krishterë dhe musliman në Palestinë. Se dhe krishterë po vrasin, jo vetëm musliman. Edhe i thëna themi, edhe muslimanëve tonë i themi, ti sa dush më shumë thonë unë jam musliman ose jam besimtar, nëse nuk i zbaton rregullat e Islamit, çka ke nga Islami ti? Nëse nuk e fal namazin. Do thonë, nëse të mungon besimi, të mungon namazi, të mungon rregullat e përditshme të Islamit në jetën tonë, me llaf na ketë më bë musliman. Me llaf na bëmi edhe miliardera, edhe sportistat më të mëdhenj, edhe artistat më të mëdhenj me llafe, edhe mjeshtrit më të mëdhenj. Ama puna është ajo që e vërteton llafin ton. Dhe andaj na themi ti mundesh me thonë vetes evlia, më i miri besimtar, mirë po punët e tua kallëzën se kush je ti. Dhe andaj themi na bëj vepra të mira në përputhje me imanin tan, atë shpëton, përndryshe vetëm imani deklarativisht nuk të ndihmon dhe nuk shpëton para Allahut subhanahu wa taala. Andaj kur flasim për besimin si vepër e mirë ose si koka e veprave të mira, flasim për besimin islam. Besimin monoteist islam, të cilin besim e promovon Kurani dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.